Jemi në zonën e Farkës, ku grupi verifikues në zbatim të ligjit 119/2020 dhe VKM-s fundit që kemi miratuar për konfiskimin e shtesave pa leje dhe ndërtime pa leje, ka verifikuar një ndërtesë tjetër e cila ka rreth 1200 metra katror jashtë lejes, shtesa kati. Në zbatim të vendimit qeverisë këtij subjekti, do t'i lehen dy opsione në dispozicion. Opsioni i parë është ta parablej pjesën, pra shtesën që është jashtë lejes, me çmimin e tregut të indeksuar, dhe në rastin kur e parablen, këto para do të shkojnë në dispozicion të Agjencisë së Shpensimeve, në mënyrë që të paguhen shpensimet që bëjnë për qëllime publike. Opsioni i dytë është që ta dhuroj këtë volum ndërtimi, pra shtesat e katit, dhe në këtë rast këto kate shkojnë në favor të endit banesave për të akomoduar shërbimin social, dhe në qoftë se nuk zgjedh asnjë nga këto opsionet, atëherë do të konfiskohet në bazë të ligjit 119/2020 për interes publik. Në rast se ndërtuesi zgjedh dy opsionet e para, menjëherë fillojnë dhe procedurat e legalizimit dhe i gjithë objekti shkon për të legalizuar dhe në këtë rast pra shmanget edhe nga lega penale. Në të gjitha rastet duhet thënë që pavarësisht se ai do ta parablej apo mund ta dhuroj, gjoba do të paguhet. Ky është një mesazh, besoj i qartë, dhe grupet do vazhdojnë të verifikojnë në gjithë Tiranën dhe nga Tirana do shtrihet në gjithë Shqipërinë. Kemi filluar nga Tirana sepse kuptohet Tirana ka presionin më të madh, ka intensitetin më të madh të ndërtimeve, por ky operacion apo zbatimi i ligjit dhe i VKM-s do të shtrihet në gjithë Shqipërinë. Qëllimi jonë është të parandalojmë dhe mos kemi më ndërtime pa leje, shtesa pa leje mbi leje të dhëna, dhe jo të jemi një agjenci imobiliare. Qëllimi jonë është që ky fenomen më në fund të stopojë.